Shoqëria Rajonale Ujësiellës Kanalizimi Shkodër vijon intensivisht shtrimin e asfaltit në akse dytësore pranë rrugës nacionale Shkodër-Hanihotit. Këto ndërhyrje vijnë pas përfundimit të punimeve për vendosjen e linjës së re të furnizimit me ujë. Inxhinieri i firmës që po zbaton projektin, Erisem Çehaja, shpreh se punimet për asfaltimin po kryhen në të gjitha segmentet ku është ndërhyrë për rrjetin ujësiellësit. Ndodhemi tek faza fundit e projektit, që përfshin kthimin e gjendjeve të përparshme të gjitha sipërfaqeve të dëmtuara nga projekti. Sot është shtruar rreth 1.000 metër katror asfalt. Pastaj vjen edhe faza tjetër e mbylljes komplet të rrugicave që ne kemi prek me projektin tonë. Në ditë vazhdim është edhe rruga nacionale Shkodër-Hanihotit, komplet njëra kursi, nga rreth rrotullimi i Dobraçik tek Pesterojt, që do bëhet komplet shtresa me asfalt. Punimet për shtrimin e asfaltit në rrugët e dëmtuara nga ujësiellësi për shkak të linjës së re të furnizimit me ujë janë duke u kryer edhe në zonat pranë Dobraçit. Siç e shikoni, jemi në fazën e asfaltimit të rrugëve. Aktualisht po asfaltojmë rrugicat që janë brenda Dobraç, gjithashtu edhe tek rruga nacionale, pjesa e rrugicave të tyre. Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve për çdo shqetësim që kemi sjell dhe shpresojmë që sa më shpejt do t'i kthejmë sipërfaqet në gjendjen që kanë qenë më parë edhe Shkodra do jetë sa më shpejt me rrjetin e ri të ujësiellësit. Linja e re e furnizimit me ujë pritet të sjellë përmirësim të ndjeshëm duke garantuar cilësime të mirë të ujit të pijshëm për zonat e përfshira. Ky projekt do të përmbyllet plotësisht me asfaltimin e rrugëve kudo ku është punuar nga ujësiellësi i Shkodrës.